Politikanët shqiptar të Maqedonisë mbeten pika e vetme e referimit të gazetarëve të huaj e vendas, edhe pse as Arbër Xhaferi, as Imer Meraj, madje as Kastriota Xhireka nuk pranojnë të kenë kurfar lidhje e kontroll te ushtria çlirimtare kombëtare. Lideri i ngahershëm i Partisë Demokratike Xhaferi kërkon në konferencat e tij të braktisen pozicionet dhe të mbrohen interesat e shqiptarëve, dukshëm në rrezik. Megjithatë, ai nuk nxiton ti epitetoj keq ata që preferon t'i quaj thjesht idealist të painformuar. Kryetari i Partisë për Prosperitet Demokratik, Ymeraj, gjithashtu flet vetëm për dialog, ku pjesë dhe faktor quan edhe veten. Ndërsa Kastriota Xhireka, kryetari i Partisë së krijuar rastësisht vetëm 3 ditë para shpërthimit të luftës, sërish nuk pranon të ketë lidhje me ushtrinë çlirimtare. Përveç se për dialog, ai flet edhe për kantonizim të Maqedonisë. Megjithatë, njerëz brenda këtyre partive flasin edhe për gjasa kontaktesh me pjesëtarë të UÇK-s. Ata thonë për t'i zbutur dhe kthyer në dialog, por ku i dihet.